Një pjesë një gare që garuesit janë shumë të përshtatshëm, kuptim pozitiv. Andaj kur e kupton si një garë, i ki dy çështje para veti. Apo çështja e parë është që të mundosh realisht garosh me ta. Kjo është më mira. Çështja e dytë është që në përshtatet e kjo është e mundshme. E dyta është të japësh mundin garë e për pjesën e mbetur të ngecjes të thua Walla i du shumë që ata në bashkë me ta. Edhe kjo është e mundshme. Që ta ju ka gëzu shumë Enes ibn Malik një hadithi se ka në gara s'mund t'je me ta. Ama pjesën e mbetur të ngecjes e mbushin me dashni për ta. Na garojna me Bubekrin deri me një shtek. Kur ai shkon shumë lart i themi të dua me ty jam. Prit Allah xhela xhelaluhu. E ka thonë pejgamberi son atij që ka ardhur te i dërguari i ka thonë ja Rasulullah unë du shumë, ama s'peti këna munda, edhe ti Abu Bekri shkoni në xhenet, unë kush t'i ku përfundoj, edhe ka fillu me qajtë. Dëndohet nga pejgamberi sa mështë, shtirë ka qenë. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, ente ma men ahbabt, kime konë ma ta që i dënë. Këtë lajmë është i madhë, shikona për e tëmë këtë lajmë shumë tjertë. Sahabët i ka përtu lajmë e të si bombastike. Lajmë i ditës së kona. Thot Enes ibn Malik, lajmë më të mirë, mas islamit s'kena një. Lajmë më të mirë një temë s'kum një, se kime ku me ato që e dënë. Me garu për lajmë është avda. Ajo meri u dërzu për Abu Bekrit, jo të në avda. Në burë ty s'ka kush të kalan. Me Abu Bekrin, ardhjellon, ama mund dushnon, angazhimin e jep, kërë kuptan në qëfar gare e dhe për qëfar, e për qëfar po garon.